milion. Jo. Imagjinoni ju, ku di unë, Kinës ti ikin 700 milion banor. Kështu i bie. Kina është 1.4 miliard, ti ikin 700 milion nga këta në emigrim. Ja, kjo i ka ndodhur Shqipërisë. Kjo i ka ndodhur Shqipërisë. Keni Italinë këtu. Duhet jetë diku te 62-63 milion banor. Para mendoni që ti ikin sot Italisë 31-32 milion banor. Kjo i ka ndodhur Shqipërisë. Më gjeni një pushtues që nga koha e Skënderbeut që ka arrit t'i largojë Shqipërisë më shumë se gjysmën e popullsisë. Më gjeni një. Më gjeni një pushtues që nga koha e Skënderbeut i ka larguar Shqipërisë më shumë se gjysmën e popullsisë. Më gjeni vetëm një. A mund të ketë më keq se kaq? Nuk ka më keq se kaq. Më keq se kaq nuk ka. Absolutisht. Moza Boçari thot, ti ku çfarë mendon se do të bësh ndryshe për të filluar epokën e artë të Shqipërisë? Moza, po e bëjmë gara. E para është gara, Moza. Moza është gara. Sepse gara do të krijojë mundësinë që njerëzit të rifitojnë besimin te ky vend. Që njerëzit të rifillojnë të kthehen sepse gara nxjerr më të mirë të lartë, më të mirë të udhëheqin më mirë në çdo